Besimtarët e Krishterë Ortodoks të Maqedonisë para tempullit Shën Klimenti i Ohrit në Shku për të 24-ën herë me radhë tradicionalisht festuan Buzmin, një ditë para festës së madhe krishtere, lindjes së Krishtit, Krishtlindjet. Manifestimi filloi me himnin dhe promovimin e flamurit të Buzmit dhe pasoi sipas traditave me shenjtërimin e degëve të Buzmit, rakisë nxehtë dhe çajt nga priftëritë e tempullit. Në përfundim të manifestimit, arkipeshvi i Ohrit të Maqedonisë, Zotri Stefani, ja dorëzoi qypin e Buzmit kumbarit të këtij viti, Ilia Malinkovski. Kryepeshkopi i Kishës Ortodokse të Maqedonisë, Stefani, në fjalën e tij qytetarëve uroi shëndet, lumturi dhe sukses. Ai shtoi se para 20 shekujve Krishti lindi në një kohë ku mbizotronte kriza morale dhe shpirtërore, pasiguria ekonomike dhe politike, si dhe ku mbizotronin grabitja, dhuna dhe tirania. Kështu ishte bota para 20 shekujve, mirëpo njëjtë duhet të pyesim si është kjo tokë e shenjtë dhe shoqëria e saj sot, si është lindja e mesme dhe e largët, si është në Afrikë, si është tek ne në Ballkan dhe veçanërisht si do të jetë në Evropë, tha kryepeshkopi Stefan, duke apeluar për paqe dhe miqësi mes popujve, kulturave dhe feve të ndryshme. Familjarët ortodokse për Buzmin mblidhen në darkë dhe sipas traditës këtë natë nuk shkohet në gosti. Përgatitet tryeze pasur kremte dhe gatuhet kulaç, ndërsa në disa vende bohen lakror në të cilat futet monedhë. Besohet se ai tek i cili do të bie monedha do ta ndjek fati gjatë tërë vitit. Gjithashtu natën e festës së Buzmit në zjarr vendoset një degë Buzmi, e cila llogaritet si druj shëndetshëm që të jenë me shëndet e gjithë familja. Krishtlindjet festohen në kujtim të lindjes së Jezu Krishtit si festë ame të gjitha festave krishtere, pasi që me lindjen e Krishtit llogaritet edhe fillimi i erës së re.